Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rast tjetër që Zoti ofron për besimtarët falje në Ramazan është momenti i kërkimit të vazhdueshëm të natës Kadrit. Pejgamberi alayhis salam thotë: kush e kalon natën e Kadrit me adhurim, me lutje dhe me falje, Zoti do t'ia falë të gjitha gjunahet që ai ka bërë më herët. Pra edhe nata e Kadrit një mundësi tjetër që besimtari të dalë pa mëkate, që besimtari të dalë pa gjunahe në muajin e Ramazanit. Besimtari me agjërimin e tij dhe vështirësitë që kalon në agjërimin e tij fiton dashurinë e Zotit. E kur fiton dashurinë e Zotit, ti je i sigurt se ka fituar dhe faljen e tij. Profeti alayhis salam thotë: era, aroma që del nga goja e agjëruesit është më e dashur te Zoti se aroma e miskut ose e parfumit më të mirë. Pse? Sepse ky njeri po sakrifikon për hir të Zotit, e përderisa po sakrifikon për hir të Zotit, ai fiton dashurinë e tij, e kush e fiton dashurinë e Zotit, do të thotë se ka fituar edhe faljen e Allahut xhella xhelaluhu. Prej momenteve interesante të Ramazanit që njeriu mund të fitojë faljen e Zotit është momenti i kohës së fundit të natës që korrespondon me atë që ne i themi koha e syfyrit. Është koha më e mirë dhe momenti më i mirë që njeriu t'i lutet Zotit, që njeriu t'i kërkojë falje Zotit xhella xhelaluhu. Ndonjëri mund thotë, po kjo është koha të ngrënit dhe të pirit. Ka kohë. Ka kohë për të dyja, ka kohë për të ngrënë, ka kohë për të pirë, po ka kohë edhe për të lutur Zotit. Allahu në Kur'an, kur flet për njerëzit që do të jenë banor të xhenetit, thotë: kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Ata natën faleshin, dhe kjo mundësi jepet çdo muslimani në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, po sidomos në Ramazan dhe në kohën e syfyrit, ata i kërkonin falje Zotit xhella xhelaluhu, dhe kur themi ta kalosh këtë kohë me istighfar, pra duke kërkuar falje Zotit, nuk nënkupton që ti kalosh orë të tëra, po nënkupton që ti një pjesë të kohës para se të vi koha e sabahut, ta kalosh duke thënë astaghfirullah, astaghfirullah, o Zot, më fal, o Zot, më mëshiro, se nuk ka dyshim se është moment i veçantë se Zoti i gjithësisë zbret në qiellin e dynjas dhe thot: a ka ndonjë që kërkon falje në mënyrë që unë ta fal atë? Profeti alayhis salam thot: inna Allaha la yabsutu yadahu bil-layl liyatub musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatub musii'u al-layl. Zoti e shtrin dorën e tij natën që të pendohen mëkatarët e ditës, dhe Zoti e shtrin dorën e tij ditën që të pendohen mëkatarët e natës, dhe ky është një prej momenteve ku njeriu mund të kërkojë falje Zotit Allahut xhella xhelaluhu.